Ministri Mbrojtjes Spiro Vengu ndau pamje nga stërvitja e regjimentit të Kombësorisë së Veriut, i cili ka vijuar përgatitjen intensive edhe në ditët e para të vitit të ri. Viti nis siç duhet në regjimentin e Kombësorisë së Veriut, shkruan Vengu në postimin e tij, duke theksuar rëndësinë e gatishmërisë dhe profesionalizmit të forcave të armatosura. Në pamjet e publikuara vërehen efektivët duke u stërvitur në zona malore dhe pyjore, duke krijuar situata të ndryshme rreziku, si pengmarrje e të tjerë. Gjithashtu vjet re përdorimi i armëve dhe municioneve në dispozicion të forcave të armatosura për realizimin me sukses të misioneve. Misioni i Regjimentit të Kombësorisë së Veriut është sigurimi dhe mbajtja në gatishmëri e kapaciteteve operacionale për kryerjen e operacioneve luftarake dhe jo luftarake, toksore, me vete, ose në përbërje të një task force kombëtare. Regjimenti i Kombësorisë së Veriut luan një rol të rëndësishëm në sigurinë kombëtare, pasi përgatitet për të kryer operacione të ndryshme për sigurinë, sovranitetin e hapësirës territoriale të Republikës së Shqipërisë. Në kuadrin e modernizimit kemi hartuar edhe plane për modernizimin e mëtejshëm të regjimentit, me armë kundër tanke, armë kundër aerore, po kështu kemi bërë dhe plane për vetimin e regjimentit me mjete taktike. Në të njëjtën kohë, Ministria e Mbrojtjes parashikon ngritjen e qendrës së re operacionale të batalionit të 3 të regjimentit të Kombësorisë së Veriut në ambientet e ish-repartit ushtarak në Mollës. Ky repart ka shërbyer më herët si garnizon dhe depo ushtarake, si dhe ka patur një rol të rëndësishëm gjatë luftës së Kosovës, ku janë zhvilluar stërvitjet forcave të ushtrisë çlirimtare. Sipas planit afatmesëm të Ministrisë së Mbrojtjes, objekti do t'i nënshtrohet një rikonstruksionit plot për të akomoduar një batalion të plot kombësorie, duke zgjeruar kapacitetet e regjimentit Veriut. Projekti parashikon ndarjen e repartit në 3 zona funksionale, administrative, logjistike e mbrojtëse, si dhe zonën e jetesës dhe stërvitjes, duke krijuar një garnizon modern në përputhje me standardet bashkëkohore të forcave të armatosura të Shqipërisë.